Faleminderit kryetar, s'pari njerë do t'ju bëj një pyetje për qeverinë vërtet që ne vim këtu për të folur në problem, po lidhet me këta burrat dhe gratë e huje këtu që mezi pasan prit 4 ditë pushim për të shtyp në letër. Të këta paguhen mas orës 4, s'paguhen, unë e di, po mirë është që na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, edhe mas ngritjes flamurit, e di që kanë shpenzuar shumë energji, po të vinë këtu të gjojnë edhe hallet që kanë njerëzit, se me këta e kanë, me ata të bujqësisë, me të mjedisit, me tjerë me radhë. Nuk po themi me këta të Ministrisë Punëve të Brendshme, se këta merren me duhani, po kam fjalën për këta tjerë. Edhe njerë, zoti kryetar, unë do të kërkoj edhe njerë në dijes ty se fjalimet e mia nuk hapin grup kapitush, unë nuk bëj nga ato fjalime që hynë në Europë, siç folën kolegët, i përshëndes, me një kolegë mirë është, i gjova me aftësi ndryshe, por do të ftoj në ditë gjithë si kolegë të vinin atje, në Lushnjë, t'i ofrojnë me atyre shërbime më të mirë se vërtet e meritojnë. Po sot kam zgjedhur të flas për 3 lloj përmbytjesh që kanë ndodhur dhe shqetësojnë Lushnjën. Para një përmbytje është pjesërisht nga Zoti dhe pjesa tjetër nga robi, dhe 2 përmbytje tjetër janë tërësisht nga robi. Përmbytja parë është me tokat me grur që janë mbytur të gjitha. S'ka. Shikoni gradisht fushat e mbytura me ujë, duket sikur vazhdon këneta karavastase shtridhe përtej Kodrës, ka arritur Grabian, Gradisht, Ferras. Gjithë ish këneta e Tërbufit është rikthyer në kënet. Çfarë do t'i themi atyre fermerëve? Pyetjes që unë i bëra ministrit të bujqësisë sepse kanë rënë tokat me grur, mu përgjigj që arritur sipërfaqet e serave. Këto mund ndodhin në Europë, por në Lushnjë dhe në Shqipëri nuk kanë ndodhur. Megjithatë, janë rritë sipërfaqet me sera, por se çfarë rritet e këto serat, edhe serat i pam Goriçan, i pam tokat nimësht si janë përmbytur dhe ato ka nuk mbjellin më asgjë. Nuk i hyn në dorë askujt dhe për asgjë. Kush i dëm shpërblen këta njerëz, unë nuk pash te festa flamurit u ankuaj që ne nuk kemi qenë, po s'kemi marrë ne ftesë, ne dukemi si lebroz, ne të PD-s, nuk na fton njëri ande në bashkia. Mjafton që të ketë një koleg tjetër të ketë emrin e njëjtë dhe të na ftoj, po harrojnë pastaj që korresh për korresh, po ky i PD-s nuk ftohet. Ngatrojnë ftesën e çon gjithmonë aty të PS-s. Pra asnjëherë nuk na ka ftuar bashkia Lushnjë. Ndonjëherë për këto ceremonitë e juaja dhe kur ngrihet flamuri dhe kur ulet flamuri. Kështu që këto përmbytja e dytë nga robi. Përmbytja e dytë është ajo aroma që përmbyt gjithë Lushnjën nga mëngjesi deri në darkë dhe nga darka deri në mëngjes 24 orë që nuk ndalon kurrë. Ai tubi që s'ka ngel portal, filmim, shofer nga autostrada që elmon Lushnjën që unë e kam etiketuar po miku ky i mjedisit, por dhe plevitosur, vazhdon dhe unë se ndryshoj këtë fjalë derisa t'i gjeni zgjidhje, se ajo nuk pushon 24 orë. Ministri më the përgjigje, shiko se ne kemi vënë para 4 vjetësh i gjob njëri që ka pa licenca i vazhdon tymi, si gjyryk vaporri. Aq tym dhe ndotje kanë Lushnjë sa na ka marrë malli për autobusin urban të Lushnjës që punon me mazut, që nuk i rrihet dot mbrapa makinës Telmonte, nuk ndjet më ai. Nga ato fabrikat e Lushnjës që e kanë myt gjithë popullsinë sa hapi dot më dritare. Ju ftoj të dileni një xhiro me që janë festat e vitit 3. Kjo është drama e përditshme 24 orëshe që nuk fiket asnjëherë në Lushnjë. Dhe është pak ironi, kam dhe i përmbytje 3. Më marrin në telefon me që jemi të pjesës që më thonë, deputet më duhet një 2 bote për të thith pusetat, se ka vajt mutin gjutë. Lagje Gafur Muço, keni të gjurë në një kërkes, t'ilë të vinë mesazhe për të marrin telefon? Jam unë ka qelluar. Lagje Gafur Muço është përmbytur për vetë shirave, po edhe nga fekalet. Lushnjë, qendër. Mos them kush banon atje, por në qendër të Lushnjës ndodh kjo. Si do e bëjmë? Dritat, me që kishim atë delegumin, drejtorin e kesh, OSHE, yra, byra, vetëm të zona ati t'ikin dritat, kemi ati arrit nga 24 orë që kishtë në muaj, ai e ka qurë, pak e gollu 22 orë në muaj. Se s'ka dritat atje. Po të flasi për ujnë e pishën, vetëm shikoni gjithë portale dhe gjithë
Ç'a them gjithë lushnjarët se ç'a ka shkruar për e ka zënë dizanteria. Helaq. Përfundoj fjalën. Ne i themi ujë qesmes, se ashtu unë se kam ndryshuar akoma pas partizimin, po them do ta mbaroj me 100 festat e fund vitit me një frazë, me një fjalë, me një fjalim nga ujë dizanteri që po pinë lushnjarët dhe po lanë lushnjarët. Bora zbardhi tej fusha edhe male, viti i ri do të na gjejë duke dhirë në hale nga ujë pishëm. Fjalën e ka zoti Eduard Shalsi, përgatitet zonja Ledina Alolli.